tjetër. Ka ma shumë stres, normal, ka ma shumë përgjësi, se kur punon dikon është gjithmonë ma letë, se ti shkon në kryenorarin, punon, kime ma rrugën në fund të mujt, është shumë qëllë gjithë shka. Po kur është biznisi jatë, është tjetër dinamika të tani. Nuk mundesh edhe paren që e fiton, nuk mundesh me knaqë shumë se të në kohën duesh me menu me investu në diçka të rej. Po këtu sene, motët e mje përpos që paguan me rrogat e one, si krejt stafi tjetër, ato njejt e bashkëndjin, gjdo stres që e kom one, ose gjdo... Unë edhe ordi që i kena, gjdo stres, gjdo sfit që na vjen, ato e bashkëndjin me neve, kjo është një ndimes kër e ki dikon që ti veç e ndonat. Si të miren, si të keqen, që sen është një farë, ta stabilizon ma letë. Po du pak me undalë tek ardhje dhe tek shoqënia jote me ardhin. Unë e vi prej një shoqënie që ndështa i kam me shoqëgjinite e shoqënisë. Unë e shoqën të jam të ngusht agin, po besoj mandej e din krejt çka postoj dhe çka bëj, po ka komente pej njerëzve që mandej vinë sa besojnë ose sa s'besojnë në shoqëninë e një djali me një çike. Tregon pak sa vlen çike për ty edhe sa ndështa koha ta ka dëshmu komplet të kundërtën edhe sa ballafaqoni mandej edhe ti ardhin në komente të tilla. Unë përpos ardhi që e kam shok, që është mashkull, unë kam shumë shok tjerë që i kam tamam shok, që u kone respektushme gjdo moment me ta shok-shoqe. Unë si shok isha njerëzit që isha maral, e këta tjerë gjithmonë isha si mi pasë vllaznik mi. Që ashtu e kam trunin programum. Nuk është veç ardhi, po me ardhi na ka ra mas shumë ti me kalu kohën bashkë, edhe është një kohë shumë e gjatë, 15 vite shoqëri, pa tjetër që kena pas paragjykime, edhe aj ka pas paragjykime prej njerëzve dhe one që ashtu njejt. Mas pari partneri jam, kur e kom njëftu për herë parë se shokë jam i ngusht është ardhi, normal është që njëherë u dosht ka dalë ku shok i ngusht, që shti me shkutaj në banes, që shaj me ardhi, adi nuk kom pak si absurde edhe për ato, po koha e dëshmën çdo sena, jeta dhe koha ma ka tregu një diçka, që nuk i nevoj me absorb me më kallëzu diçka. Nëse duhen me kuptu diçka për ty, kam kohë me të prit sa du që koha me dëshmu çdo sen. Kështu që unë sa do me thonë ty nuk më të ashtë inkryni diçka që pa e pa ti vetë. Kështu që edhe aje ka pa, edhe krejt njerëz të tjera kam pa që unë edhe ardhi jena vllai motër, visës na ka bo një nanë edhe një babë, po jena të prindve të ndryshëm.